Gjykata kushtetuese ka vendosur që të rikthejë në detyrë Belinda Ballukun e po ashtu ka pranuar kërkesën e kryeministit Rama për ta çuar në gjykatë, po themi në seancë plenare, çështjen e Belinda Ballukut. Për të folur mbi këtë vendim kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, si e shpjegoni këtë vendim gjykatës kushtetuese ku ka pezulluar vendimin e gjykatës posaçme për të pezulluar nga detyra Belinda Ballukun, pra ka rikthyer në detyrë Ballukun? Ajo që trupa gjykuese e gjykatës kushtetuese e shtyu për 4 ditë dhe pastaj për 10 ditë tjera, tregoi hapët që ishte një presion të hapur dhe marrëveshje që priste me Ramën. Marrëveshje që veç Rama mund t'i bëjmë me një gjykatë kushtetuese, sepse të tillë janë antarët e asaj gjykate, që nuk kanë integritet, nuk kanë personalitetin e tyre, nuk kanë ngritje profesionale për sa i përket kushtetutës. Të marrësh një vendim të tillë sot në këtë lloj situate, domethënë unë thash ata vetëm po përshtynë në surratin e tyre dhe realisht ata përshtynë në surratin e tyre, nuk bën asgjë më tepër. Por edhe nga pikpamja juridike duket nonsens, sepse ti po dërgon në detyrë, pra gjykata kushtetuese sot të rikthen në detyrë një person që është e pandehur në SPAK për afera korruptive dhe e dërgon përsëri në zyrën e saj për t'i bërë të mundur pastrimin e veprës penale. Normalisht janë këta gjyqtarë që shkelin kodin e procedurës penale me veprimin që kanë bërë. Gjithsesi, nuk besoj se do ngelet me kaq me një vendim absurd të këtyre gjyqtarëve, pasi gjykata posaçme ka hapur dosjen edhe për lotin nëmër 4. Nesër gjykoj se ajo SPAK-u do të dërgojë një shkresë kuvendit për heqjen e mandatit, heqjen e imunitetit dhe një masë tjetër sigurie për Belinda Ballukun. Kjo është ajo loja e Ramës që unë pata thënë që Rama kërkon me çdo kusht që të ketë një vendim gjykate për ta shkarkuar Belinda Ballukun. Dhe me sa duket e gjeti rrugën, ajo marrëveshja e famshme me ulësin në thirrje në zyrë, kjo ishte gjitha loja që po bënte Rama me drejtësinë. Por gjatë gjithë kësaj kohe ai ka këmbgulur edhe në mënyrë të hapur derisa doli përmendi dhe rrogat e gjyqtarëve, edhe pse shoqata e gjyqtarëve i doli kundra këtij presioni. Tregon edhe një herë hapur që Rama ka ndërtuar atë mafia në shtet, pra ai nuk pyet shumë se kush është e si është ligji, çfarë është ligji. Më bën përshtypje edhe pjesa tjetër e cila ata kam deklaruar që ka një ligj 9054 për mandatin e deputetit edhe kur i hiqet apo pezullohet nga detyra. Një ministra apo zëvendës ministra apo post i lartë i cili ka dhe pazvlefshmëri me mandatin e deputetit. Çuditërisht gjykata nuk e ka shqyrtuar, nuk e ka marrë. Realisht kjo gjykatë nuk duhet ta kishte pranuar si kërkesë, por tash presioni që është, mënyra si janë zgjedhur ata gjyqtarë, mënyra si rrin aty, domethënë servilizmi në kulm, domethënë ka shi një kryeministri, tregon hapur që ne nuk kemi një gjykatë pavarur, një sistem drejtësie të pavarur, por kemi të kapur nga kryeministri. Tashmë i vetmi institucion për cilën Rama nuk ka më fuqi është vetëm SPAK-u. Jo pse Rama nuk ka fuqi nga personat të cilët janë aty, por nuk ka fuqi pikërisht vetëm për atë se SPAK-u tashmë është në bashkëpunim dhe në monitorim plot nga FBI amerikane. Do shohim veprimet e javës se çfarë do sjellin, por tash SPAK-u e ka në dorë tashmë për lotin 4 që ka hapur hetimin, paktën të deklaruar që ka. Pra mund shkohet që të kërkohet edhe arrestimi i saj pas këtij vendimi gjykatës kushtetuese.
Po, ajo që ju pa ta thënë do bëhet plani B, domethënë. Normalisht duhet ndali te plani B, ti drejtohen kuvendi për heqjen e imunitetit dhe kalimin në mas tjetër sigurie. Sepse ishte nonsens, sepse ky nuk ka bërë vetëm pse ka pezulluar ose e ka hedhur poshtë atë masën e sigurisë, duke kalu kompetencat tjera se ka marrë rolin e shkallës parë. Sepse duhet kur ta thuash atë duhet të japësh edhe se ku nen përputhet ajo që domethënë shkelja e kushtetutës ku në çnen në shkelja e kushtetutës për të lloj mas sigurie që ka marrë gjykata e krimit dhe korrupsionit. Gjë që nuk e dim domethënë se si e ka bërë, por thash në kushtetut nuk ka absolutisht asgjë. Kapet në tek një nen vetëm i deputetit, por ai thash ka dhe ligjin që e ka aprovu parlamenti 2022 që se përmundin fare, nuk di pse. Edhe tash do shohim atë pjesën tjetër, atë javën që vjen. Unë gjykoj se Spaku do ta bëjë një veprim tillë, ai plani B që ju pa ta thënë, edhe nëse këta do shtyjnë sofat veten e tyre, do ketë një plan B për të hequr imunitetin. Por gjithmonë kjo shkon aty në ullinë e Ramës, pavarësisht nga tezja, shkon në ullinë e Ramës, unë kam thënë që Rama nuk mund ta shkarkojë Belinda Ballukun pa një vendim gjykate. Ai kërkon një motiv jo motiv sepse motivin e ka, në një shtet normal, në një qeverisje normale, ai duhet ta kishte shkarkuar vet, po ai kërkon një vendim gjykate për të shfaqsuar kashi atyre që janë pas Belinda Ballukut. Se kam thënë ky nuk ka këll që ditën e parë, kam thënë ky nuk ka këll që për ta shkarkuar Belinda Ballukun. Edhe ajo pikërisht për duke ditë të situatë nuk jep dorëheqjen dhe bën këto lloj makinacione, sepse po të ishte një gjykat tamam, themi që kemi raste rasti i Berishës kur e çun deputetët në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese nuk e mori në shqyrtim pikërisht se tha nuk legjitimoheni ju se nuk është personi vet. Dhe në këtë rast po të njëjtin skem kemi, e ka ankimuar Rama dhe gjykata kushtetuese e merr në shqyrtim. Pra, dy standarde që përdor gjykata. Kjo gjykatë të dy standarde ka përdorur gjithmonë, nuk është se si ka përdorur. Dhe në rastin Velia në thash i shkon në favor të Ramës, për sa i përket, megjithëse ata janë brenda kushtetutës, po edhe ky vendim i shkote për shtat Ramës. Po mos i shkote për shtat Ramës, si duhet ata nuk do ta kishin marrë, do kishin bërë një amulli të tillë. Por të vjen keq se në gjithë opinionin publik ky vendim do shkaktojë reagim në gjithë opinionin publik. Nuk ka njeri që mund ta pranojë këtë, domethënë këtë lloj vendimi që kanë marrë këta, është absurde, është e paimagjinueshme që gjykata më e lartë, domethënë themi gjykata supreme e këtij vendi që mbron kushtetutën, që mbron domethënë ligjin, është në krah të ligjit dhe kjo gjykatë merr një vendim të tillë, domethënë është turp edhe faqja zezë për ta, se s'kam çfarë them tjetër. Edhe herë, nuk ka rëndësi fare se çfarë precedenti duhen bëjnë ta, se ta jam mësuar gjithmonë me precedente, nuk është hera parë që ndodhin këto precedente. Por ajo që është kryesorja është që gjykata kushtetuese nuk mund të kthehet në gjykatë fakti apo në gjykatë apeli. Gjykata kushtetuese shef a përputhet me kushtetutën apo nuk përputhet me kushtetutën. Për sa kohë organi akuzës e ka marrë të pandehur se nuk është më as person dieni apo këtë. Për sa kohë e ka marrë të pandehur dhe merr një mas sigurie pikërisht për këtë akuzë, ajo ka bërë gjykata kushtetuese nuk mund dalë kundër kësaj gjykate e cila vendimi nuk e ka marrë a priori, por e ka marrë mbi bazën e disa fakteve dhe disa veprimeve që ka bërë Spaku. Pra nuk është thjesht një vendim gjykate se e mori gjykata vetë si gjykatë. Ka indicet e Spakut dhe ka provat e Spakut, ndërsa gjykata kushtetuese duhet të shohë a përputhet me kushtetshmërinë veprimi i kësaj gjykate apo jo, por tashmë të luftosh korrupsionin dhe një person i cili i dalin afera korruptive galopante, janë të gjitha të zbuluar, nuk është fakt publik, domethënë afera minimale, afera e Tynelit Llogaras është
publik. Unë biles nuk kam thënë që nuk duhet merrem shumë me aferën se sa ka vjedhë dhe sa ka bë, por më tepër me sigurinë që ka ai tunel, sepse ai tunel nuk ka siguri dhe ju e pati si ran rrugët, e u shëmbën, e u bën çdo gjë është e shëmbur, me një shi, me një gjë u shemën gjitha. Dhe ai tunel, rreziku më i madh i atij tuneli është mani mon aty do ndodhi katastrofë në atë tunel, se ai është nuk ka bërë kolaudimin. Domethënë një tunel që nuk bën kolaudimin dhe ti e fut në funksion, edhe kjo është vepër penale, se nesër mund të ndodhin katastrofë aty. Pra është me paramendim, themi. Kështu që thash, gjykata vetëm në këtë logjik kaq të thjesht, duke qenë se edhe ata njerëz janë këtu, jetojnë, nuk është se jetojnë hënë, dhe e kanë parë dhe i kanë dëgjuar gjitha aferat që janë bërë Kashi Belinda Ballukut, kanë dalë gjitha mesazhet, gjitha gjërat. Pra nuk është kaq e thjeshtë, domethënë nganjëherë për interes kombëtar duhet shkelim pak edhe interesin e individit, nëse do e marrim edhe si interes individi. Sepse është më e rëndësishme çështja kombëtare se sa çështja e një individi. Nuk mund të prevaloj individi para çështjes kombëtare. Dhe një vjedhje kaq galopante sa është këtu dhe i kanë dalë gjithë lotet e tjera, i kanë dalë në hetim, kështu që thash, do jetë rradha e spaku tash të lëvizi në planin B për të kërkuar parlamentit heqjen e imunitetit të Belindës Ballukut për të marrë mbas sigurie tjetër. Se unë pata të që ka bërë përshtypje e pjesa që e kam deklaruar, domethënë që ditën e parë që vërtet ti more pasaportën edhe pezullova nga detyra, por nuk i dhe asnjë mas tjetër sigurie, domethënë detyrim paraqitje. Belinda Balluku as detyrim paraqitje nuk ka. Siç e kishte Berisha në rastin e parë. Kështu që do ta shohim, domethënë veprimin, unë thash presim veprimin e spakut tashmë, që plani B të hapi procesin për lotin e unazës madhe dhe të kërkoj parlamentit heqjen e imunitetit. Ndryshe nuk mund shkoj, sepse edhe gjykata apelit që nesër do ta shqyrtoj çështjen Balluku, nuk mund të shqyrtoj më për pezullimin e vendimit, por do të shqyrtoj vetëm për pasaportën, pra si gjë tjetër. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Deri dhe